siç do ta shihni tani në media, lajmin, po do ta shihni nesër edhe në një media të madhe gjermane, Frankfurter Allgemeine Zeitung, si e ka kjo. E ka paralajmëru gazetari gjerman Michael Martens, i cili i bën të qartë se Edi Ramës nuk i shqitet shpirti nga Aleksandar Vučić. Pra e nxorri kokën dhe të dy nesër, sigurisht dihet që udhëheqës në këtë iniciativë është Vučić, Rama dhe Vučić do dalin me një artikull te kjo gazeta gjermane nesër dhe do i thonë BE-s që nuk e dum integrimin në Bashkimin Evropian, po dum të futemi vetëm në zonën Schengen, pra në zonën ekonomike. Pra, ai personazhi që u premtoi pasaportën evropiane shqiptarëve në zgjedhjet e majit, nuk futet në Europë, nuk do të futet në Europë, vazhdimisht ua kemi thënë këtë, është bërë pengesë kryesore e Europës për Shqipërinë në Europë, që kur kemi përmend qarkun e Fierit edhe tani po prap për drejtuesen e qarkut Fierit për Belindën, ai nuk shkitet nga Serbia. Ai është si pati thënë njëri, se më se kush që një gazetar që pati thënë që është kryeministri më i mirë i Serbisë pas Pashiqit, atij që i thoshte që ta zhdukim Shqipërinë fare, ti zhdukim Shqipërinë shqiptarët fare. Pra këtë gjë po bën edhe tani. Në pikën më kulmore, kur do të diskutohen mbyllja e grup kapitujve të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Gjermania është ai vendi që ju pata thënë disa herë në për video që është një shtet që nuk e pranon, i ka vu kushte. Ky del me propozime slave, me propozime serbe. Pra, bëhet bashkë me Vučićin, ashtu siç u bë ke Ballkani hapur, që përjashtoi Kosovën, ashtu siç është bë me gjitha marrëveshjet rajonale, që ka qenë për herë në prehrin e Aleksandar Vučićit, po bëhet edhe këtë herë. Pra do krijoj një gjërolli në Bashkimin Evropian, që aty ku ka edhe shtete që janë skeptike me Shqipërinë, e thonë shqyqy që ky vet po e kërkon mos futet në Europë, dhe të mjerët shqiptarët, të mjerët ju që e keni votu, të mjerët ju që e keni besu. Nuk e dija do dalë para ditëve ai artikulli apo mas dite, po nesër është edhe protesta, kështu që bëni mirë t'i keni parasysh këto gjëra. Nuk keni një kryeministër socialist në krye të qeverisë, po keni një peng të hajnive të veta, të vjedhjeve të veta, të cilit ja ka dokumentu një gru, që bravo i qoftë, Belinda Balluku, e shantazhon dhe e ka bot të duket si një lolo, të duket si një langaraq. Për herë këtë kam thënë që fundi i Edi Ramës, mu nuk më intereson fare të jetë burgu, po fundi i Edi Ramës është shkrirja e madhështisë së gënjeshtër që ka krijuar për veten e vet që nga viti 1998. Mos themi që në 92-shin, po që nga 98-a këtej që ka hyrë politik, ai ka kriju një mit fal fuqisë ekonomike, fal lobingjeve dhe mbështetjes huaj që ka pas nga Sorosi, ka kriju një mit për veten e vet i cili po rrëzohet edhe do të rrëzohet. Pra turpërimi, zvoglimi i tij, nxjerrja lakuriq e ideve dhe e prapaskenave të errta që ka ky si njeri, është dënimi më i madh që mund të marrë ky. Domethënë nuk është burgu, janë këto. Është çfarë bën, shkon edhe bashkohet me Vučićin. Bashkohet me Vučićin edhe i thotë Europës nuk duam ne të futemi në Europë, thjesht na fusni në kështu zonën e tregtisë. Por Shqipëria ka marrëveshje tregtie me vendet e BE-s. Çfarë ndryshimi ka? Po ky nuk do të futet në zonën politike të Europës, sepse aty të grinë ata pastaj për korrupsionin e për aferat korruptive që ka bërë ky, e që rëndojnë mbi shpinën e këtij. Për shkak të hajdutërive, për shkak të lidhjeve mafioze, për shkak të lidhje kriminale që ka, po dënon një popull të tërë, po bëhet shërbëtori i Serbisë, armikut më të madh shqiptarëve në ndër shekuj, po bëhet shërbëtori atyre për të shpëtuar veten e vet. Por kjo është një gjë e tmerrshme. Nuk presun që ta kuptojnë gjithë, po njerëz me mend kokë
edhe socialist, drejtues të Partisë Socialiste, deputet, grupit parlamentar, ministra nuk ka aty se ministrat janë të vdekur, duhet ta ndalojnë këtë njeri në të çmenduritë e tij që po bën. Pra Shqipëria e ka vendin në Europë, Shqipëria duhet të integrohet në Europë, le ta çojnë në koshin e plerave Edi Ramën dhe ta çojnë të vinë një qeveri kushdo qoftë ajo, le të jetë edhe socialiste, po të vinë me zgjedhje të lira të ndershme dhe të shkojnë Shqipëria në Europë. Se ky po e merr në qafë, do thonë ky ka për ta djeg, ka për ta shkri Shqipërinë vetëm për të shpëtuar lëkurën e vet. Ju e patë edhe sot në çfarë gjendje të vështirë është ky njeri. Pra, masi mlodhi këta zarat, ministrat e Belinda Ballukut, se sot qeveria është e Belinda Ballukut, nuk është e atij më, bëri një mbledhje me ministrat dhe ja kërciti te Vila e Mehmet Shehut, te Vila e Mehmetit, edhe i vajti edhe Linda atje. Pra njeriu i shkon pranë gruaja në kohë depresionit të madh. Dhe ky është një depresion të paparë, që del si të çmendur nga mbledhja e qeverisë, shkon, izolohet atje në vilë qeveritare, edhe i shko dhe gruaja, kishte bu edhe i ajo një kapele partizani, kapele partizani jugoslave, më duket e kishte edhe ajo, edhe varet se si është bëhet si çmendur. Fiksojeni mirë, lexojeni lajmin sonte, paralajmërimin që ka dhënë gazetari gjerman, që ta kuptoni që ky njeri është përveç se i dorëzuar mafjas ndërkombëtare, është vasal, është i kapur edhe nga Aleksandar Vučić. Edhe ky ka për ta marrë në qafë Shqipërinë nëse nuk ndalohet. Nuk janë shaka këto, se çdo gjë që kemi thënë për ato, po se kalon, po se kështu, po se ashtu, kështu e ka kalu ky, e kanë lënë se hajde se është i çmendur, kështu i ka hap rrugën atij Ilir Meta, kështu i ka hap rrugën atij Fatos Nano, kështu e ka hap Berisha, pra të gjithë e kanë lënë, hajde se ky është i çmendur, nuk bën dëm. Dëmet që ata janë fajtor gjithë për rrugën që i kanë hap këtij, po dëmet që bën ky njeri janë pa llogaritshme për Shqipërinë, edhe për shqiptarët. Lexojeni artikullin, lexojeni postimin e gazetarit gjerman, se do e kuptoni qartë që i thotë nuk du Europë, o me Vučićin, ose të vim aty të thjesht bëjmë marrëveshje tregtie, se çfarë do shes Shqipëria në Europë, Shqipëria është Serbisë i interesojnë marrëveshje të tilla sepse ka ekonomi dhe përfshirja në tregje të tilla i leverdis Serbisë, por Shqipëria nuk ka ekonomi. Shqipëria është e falimentuar në këtë formë, siç kërkon ky, është identike si Ballkani i hapur, nga i cili përfitonte vetëm Serbia. Shqipëria nuk përfitonte asgjë. Përkundrazi, Groposej e falimentonte fare. Ja, ky është Edi Rama. Shiheni lajmin, lexojeni edhe nesër artikullin, se do bëjmë bujë tani në vendet e Europës, edhe që ta kuptoni se pse duhet ngrihesh në protestë, pse duhet shporr ky maskara nga pengmarrja e Shqipërisë. Dhe që po e çon Shqipërinë, po e çon mrapa si ato vendet e Afrikës. Një zar i Aleksandar Vučićit që tallet me i popull tërë këtu. Dhe shkel mbi gjakun e mira dëshmorëve si në Kosovë, si në Shqipëri, për ta pas këtë vend, për t'i pas këto dy shtete të pavarura e të lira. Ky shkon edhe i bëhet vasal atij.